Në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensionet shpesh shndërrohen në shpërthime verbale që nuk kalojnë pa u vënë re nga të gjithë banorët dhe publiku. Një nga momentet më të forta dhe të diskutueshme të këtij edicioni u zhvillua mes Elionës dhe Tonit, kur një dialog i ngarkuar emocionalisht nxori në pa forcën e karakterit, xhelozinë dhe presionin që lind nga marrëdhëniet komplekse brenda shtëpisë. Situata shpërtheu kur Eliona vendosi të vendosë kufi të qartë ndaj Tonit. Me një ton të prerë dhe një vendosmëri që nuk linte vend për diskutim, ajo i tha: "Mos u mundo me ba lojra me mua, se pasha Zotin të leje me gisht në gojë, ti hap letrat e të nxjerr jashtë." Fjalët e saj ishin të ashpra, por plot kuptim emocional. Eliona nuk po thoshte vetëm mos luaj me mua, por po tregonte një frikë të brendshme dhe një ndjenjë të rrezikuar. Në një ambient ku çdo veprim interpretohet dhe çdo ndjenjë vlerësohet, ajo po përpiqej të vendoste qartësisht kufijtë e saj dhe të ruante integritetin personal. Reagimi i Tonit, në këtë rast, mbetet një pasqyrë e presionit që ai përjeton në lojë. Ai nuk është thjesht një pjesëmarrës i ndikuar nga lojrat strategjike, por edhe nga tensionet emocionale dhe kërcënimet e hapura që vijnë nga bashkëbanorët. Fjalia e Elionës, megjithse e ashpër, tregon se ndjenja e tradhtisë ose manipulimit emocional mund të shkaktojë reagime të forta dhe dramatike. Ky incident ka gjithashtu një ndikim të qartë mbi banorët e tjerë. Shumë prej tyre e pan tensionin dhe reaguan në mënyra të ndryshme. Disa u shqetësuan për intensitetin e fjalëve dhe mundësinë e përshkallëzimit të konflikteve. Të tjerë e interpretuan këtë si një demonstrim të forcës së karakterit të Elionës dhe vendosmërisë së saj për të mos lejuar manipulim. Nga ana e publikut, reagimet ishin po aq të ndryshme. Disa ndihen të mbështetur nga vendosmëria e Elionës, duke e parë atë si një shenjë të qartë të respektit për veten dhe integritetit emocional. Të tjerët shqetësohen se intensiteti i gjuhës të